një zgjerim dhe një hovë pikërisht me politikën e taksave. E gjithë shuma e taksave që Partia Demokratike ka propozuar, po edhe politikat për pensionet, për paga, shkojnë në 2.5 miliardë euro. E gjithë kjo vjen kompensohet nga nëse taksat janë të ulta, qytetarët do t'i paguajnë. Nëse janë të larta, po e tregon fakti, qytetarët nuk i paguajnë. E tha vetë qeveria, ka informalitet lartë në paga, tha. Sepse janë të larta dhe nuk munden, ndërsa nëse janë të ulta, do t'i paguajnë, nuk ka ndonjë problem. Do të ulet dhe do të zgjerohet edhe numri atyre që i paguajnë dhe bizneseve që i paguajnë. Edhe biznesi do ketë më mundësi vetë që t'investoj. Dhe gjitha kjo sigurisht që shkon edhe me një faturë, e cila është plotësisht e kompensuar në buxhetin e shtetit. Ne këtu nuk po flasim as për ndonjë gjë që është e paprovuar, dhe as për një gjë e cila... Po, premtimi është për 100 ditë. Patjetër. Ndaj po e shtroj këtë pyetje, si mund të realizojnë dhe gjitha këto ndryshime për brenda 100 ditëve. Për 100 ditët e para, taksa e shesh do të sjellë një ndikim në ekonomi dhe një nxitje të investimit nga biznesi dhe ulja të TVSH-s, një nxitje të konsumit që e gjitha do të rekuperon këtë shumë për pagat dhe për pensionet. Statusi minatorit s'ka asnjë kosto, është vetëm një vullnet politik për ato 1500 minator për t'i njohur vitet e punës. Është realizueshme që rroga e tyre të jetë 1000 euro? Nuk është për rrogën e minatorit ajo, statusi i minatorit është diçka tjetër, kurse paga i referohet administratës publike dhe sektorit privat. Rroga minimale ndjes është lapsusim. Jo, pa merak. Domethënë janë të gjitha të realizueshme, nuk ka absolutisht asnjë nga ato që nuk realizohet dot. Nuk do ja japim ne biznesit parat për pagat. Biznesin nëse paguan taksa më të ulta, nuk ka biznes që nuk do të investojë tek punonjësit e vet, që edhe t'i mbajë ato edhe t'i trajnojë ato. Jam në kontakt të vazhdueshëm. Për sa i përket pensioneve. Ta them vetëm këtë fjalë. Jam në kontakt të vazhdueshëm me biznese, jam në kontakt të vazhdueshëm me të punësuar, po sidomos edhe me shtresën e mesme. Problemi kryesor që ka sot ekonomia shqiptare dhe që ato e vuajnë në kurriz është që brunës i rritet taksa në 23% dhe një biznesi X që është pranë qeverisë i falen taksat. Kjo është komplet pabarazia, pa drejtësia e sistemit. Dhe kjo zgjidhet me një taks të drejtë që e paguajnë të gjithë njësoj, pas një përjashtim, me vendosjen në një kodi fiskal, unë besoj që krijohet edhe një frym dhe një optimizëm në ekonomi. Tani, përsa i përket pensioneve, ekspertët tonë që skema aktuale e pensioneve është drejt falimentit. Ka dështuar. Tani, ka dështuar. Si mund të realizohet që të mos ketë më pension nën 200 euro, kur duke patur parasysh realitetin e sotëm, zonja Tabaku, numri kontributorëve është më i ulët se i pensionistëve, përderisa shqiptarët janë larguar. Po e di pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur dhe nga informaliteti i pagave. Ka ndodhur për faktin që një biznes preferon që ta paguajë në të zezë një punonjës, sesa të deklaroj pagën 50.000 lek e një. Kjo vazhdon prej vitesh, jo, nuk vazhdon prej vitesh. Jo, le temi agresive ndaj kompanive dhe sërish nuk bëhet. Ka nisur në 2013, Bruna. Ka nisur kur u vendos taksa progresive. Para 2013 nuk kishte informalitet. Kishte informalitet, po diskutoj këtë. Por jo në këtë nivel. Çfarë ka bërë taksa progresive? Taksa progresive ka bërë që për 1 lek ti paguan një tatim 13% më të lartë, 20%, 23%. Dhe nëse ti deklaron një pagë 13.000 e 1 lek dhe për këtë 1 lekshin paguan tatimin 23% më të lartë, atëherë kushdo, jo vetëm ti, tenton që të të raportoj një nivel më të ulët. Kjo ka sjellë informalitetin. Ndërkohë që vendosja taksës shesh si vendos gjithë në një bazë, rrit informalitetin dhe rrit edhe kontributin e sigurimeve shoqërore. E gjitha shkon në skemën e pensioneve. Elementi i dytë pse skema e pensioneve po dështon, lidhet edhe me faktin që ka një emigrim të madh. Është një fakt që ka një emigrim të madh. Unë nuk po them që emigrimi do të mbyllet për 100 ditët e para, por dhënia shpresë në sistem dhe para do gjendet kryesisht nga taksat? Do të gjendet nga formaliteti, nga vendosja e taksës së sheshtë, nga thirrja për tërheqjen e të gjithë trurit që është larguar, një politikë që 2005-2009 ka qenë shumë efektive për të rikthyer këtu në Shqipëri, dhe nga vendosja e një sistemi jo vetëm në ekonomi, po kudo, meritokratik. Shumë të rinj që unë kam takuar, e di çfarë më thonë, ne jemi larguar se e dim që në çdo derë që trokasim, po nuk je militant partie, ti nuk ja del dot. Ti do thuash ashtu siç më the. Ja, sikur ta dija. Atëherë do më lësh ta them unë. E kemi jetuar dhe atë kohë zonja Tabaku. Po, patjetër. Por a bën dot një krahasim të largimeve të asaj kohe dhe të kësaj kohe?
A bën dot një krahasim të shqiptarëve që largoheshin para 2013 dhe pas 2013. Partia Demokratike ka ndërmend që ta përdor procesin e integrimit si një proces për të tërhequr gjithë trurin. Gjithë ekspertët më të mirë për të tërhequr